Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete. Në këtë minutash dua të sjell një video, dua të sjell një letër, që në fakt të letrën ma ka shkruar një grua, e cila ka nevojë për ndihmën tuaj, do të thënë ju në komente do t'i jepni një përgjigje se si të vepron ajo dhe çfarë zgjidhje në fakt duhet të bën. Ajo ka shkruar një storje dyshimi që ka arritur të zbulon një të vërtet të burit të saj. Do me thënë, ajo dyshon që buri i saj e tradhëton me një nga gocat që punon te lokali i lagjes. Do me thënë, është një letër pak e çuditshme, por unë dua të marr edhe mendimin tuaj. Sonte po shkruaj me duart që më dridhen dhe me sytë të plot me lot. Nuk e di, nëse kjo letër do të më japë forcë, apo do të më bëj të qaj edhe më shumë. Por kam nevojë ta nxjerr nga zemra atë që unë në thelb e kam mbajtur për brenda. Kam zbuluar diçka që nuk doja ta besoja kurrë. Kam zbuluar se buri im po më tradhton. Dhe më e dhimbshmja është se nuk bëhet fjalë për një gruaj që unë nuk e njoh, por është ajo vajza që punon në lokalin e lagjes. Ajo që e kam parë kaq shumë herë. Ajo që jam e bindur që e kam përshëndetur, pa e ditur se bas buzëqeshjes së saj, fshihej diçka që do të ma thyente krejtësisht zemrën. Nuk e di se sa kohë ka zgjatur, nuk e di se sa herë më kanë gënjur, nuk e di se sa herë më ka kthyer në shtëpi, edhe më kanë parë në sy. Ndërsa unë besoja se kisha përballë njeriu që do të më mbronte nga çdo dhimbje. Dhe tani kam vetëm një pyetje. Si mund t'ja them që unë e di këtë të vërtet? Kam frikë nga momenti kur do ta shoh në sy. Kam frikë se mos ai do ta mohoj të gjithën këtë. Kam frikë se mos do të më thotë se jam duke imagjinuar unë. Por mbi të gjitha kam frikë nga përgjigjja e tij. Sepse ndonjëherë e vërteta të shkatëron më shumë se sa gënjeshtra. Ditët e fundit kam bërë sikur gjithçka është krejtësisht normale. I kam folur, i kam përgatitur ushqimin, e kam pyetur se si shkoi dita e burit tim, madje edhe kur ai më buzëqeshte, unë përpiqesha që t'ia ktheja buzëqeshjen. Por brenda meje kisha një luftë. Doja t'i bërtisja, pse ma bëre këtë? Doja ta pyesja çfarë të mungonte ti tek unë. Doja ta dija, a ka qenë ndonjëherë e vërtet dashuria e jote për mua? Por nuk e kam bërë, sepse po pres momentin e duhur në jetë. Ndoshta ai mendon se unë në të vërtet nuk di asnjë gjë. Ndoshta mendon se mund të vazhdoj të jetoj dy jetë, një me mua dhe një larg meje. Por unë nuk jam ajo gruaja që në të vërtet nuk kupton. Unë e kam parë ndryshimin në sjelljen e tij. Kam parë telefonin që nuk e lë më kurrë larg vetes. Kam parë mesazhet që i fshin menjëherë sapo shkruan. Kam parë justifikimet, por në të vërtet kam parë edhe vonesat.
Kam para të heshtje të çuditshme kur e pyes se ku ka qenë, dhe tani kam zbuluar edhe arsyen. Është ajo, vajza e lokalit. Nuk dua të fajsoj atë për gjithçka, sepse ai është burri im. Ai më ka dhënë fjalën, ai ka zgjedhur edhe të më gënjej. Por më dhëm kur mendoj se sa herë mund ta ketë para atë dhe më pas mund të ketë ardhur në shtëpi tek unë. Sa herë mund të ketë menduar për të, ndërsa unë mendoja për familjen tonë. Sa herë mund të më ketë thënë të dua, ndërsa zemra e tij ishte krejtësisht diku tjetër. Edhe unë tani ndihem sikur po jetoj në një shtëpi ku çdo mur ka një kujtim. Këtu kemi qeshur, këtu kemi bërë plane, këtu kemi folur edhe për të ardhmen. Dhe tani unë jam ulur vetëm duke pyetur veten nëse e gjithë ajo që kam besuar ka qenë vetëm një gënjeshtër e madhe. Por nuk dua të bërtas, nuk dua të akmerem, nuk dua në asnjë mënyrë që të bëj skena. Dua vetëm të vërtetën time. Dua që ai të ulet përballë meje dhe të më shohë në sy. Dua t'i them që mos më gënje se unë e di. Dua të shoh nëse do të ketë guxim të ma thotë të vërtetën, sepse pas gjithë këtyre viteve, unë e meritoj të vërtetën. Nëse nuk më do, le të ma thotë. Nëse është dashuruar me dikë tjetër, le të ma pranoj. Nëse ka bërë një gabim dhe dëshiron ta shpëtoj familjen tonë, atëherë le të ketë guxim të luftoj për të. Por nuk mund të vazhdoj të jetoj në një martesë ku vetëm njëri prej nesh është besnik. Nuk mund të buzëqesh ndërsa zemra ime në të vërtetë është duke qarë. Nuk mund të bëj sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë. Sonte kur të kthehet në shtëpi nuk e di nëse do të kem forcën t'ia them. Ndoshta do ta shikoj në sy dhe do të hesht, ndoshta edhe do të shpërthej në lot. Por një gjë e di. Unë nuk do ta fshem më dhimbjen time. Nëse ai mendon se mund të më humbas dhe të vazhdoj jetën sikur asgjë nuk ka ndodhur, atëherë ai nuk më ka njohur kurrë. Sepse unë nuk mund të fal shumë gjëra, por nuk mund të harroj një zemër që është thyer me vetëdije. Dhe nëse një ditë ai më pyet pse u largova, unë do t'i them. Sepse nuk më the të vërtetën kur e kishe mundësinë, sepse më bëre të dyshoj tek vetja, ndërsa ti e dije të vërtetën. Dhe sepse unë nuk dua më të jem gruaja që qanë e heshtje, por që një burr e respekton atë. Ndoshta kjo është nata kur gjithçka ndryshon, ndoshta kjo është dita kur martesa jonë shpëton, ndoshta është dita kur përfundon, por cili do qoftë fundi, unë dua të dal prej kësaj rruge me dinjitet, sepse tradhtia e tij mund ta ketë thyer zemrën time, por nuk mund të më thyej përgjithmonë. Dhe kur ta shoh sonte në sy, do t'i them vetëm një fjali. Unë e di çfarë ke bërë. Tani dua të di vetëm një gjë, a do të kesh guxim të më thuash të vërtetën, të lutem?